sërish në studio dashumiq në këto pak minuta që na kanë mbetur, do të fokusohemi tek sezoni turistik në qytetin e Vlorës, të paktën atë çfarë pret për vitin 2026, megjithatë edhe për punën që janë bërë gjatë vitit 2025, ku në fakt gjatë mbledhjes janë ngritur shqetësime sa i takon trajtimit të dur të problemeve që hasën pikërisht verën e kaluar, ndërsa është kërkuar që problemet të marrin një zgjidhje. Do të kemi kënaqësinë ditën e sotme të jemi me Lisiana Deliaj, përgjegjëse e turizmit në prefekturën e Vlorës. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Kënaqësi edhe për ne. Dita e djeshme, le të themi, ka qenë jo vetëm një formë reflektimi, por edhe një mënyrë për të diskutuar mbi shtyllat ku duhet përqendrohemi apo jo për 2026. Na tregoni pak më shumë për mbledhjen. Atëherë, në ditën e djeshme në institucionin e prefektit Qarkut Vlorë kemi zhvilluar mbledhjen përmbyllëse të task force-s së sezonit turistik për vitin 2025. E cila ka qenë një mbledhje që në fokusin e saj pati gjithë përmbledhjen dhe evidentimin e problematikave të vitit 2025, problematika të mbartura apo të krijuara rishtazi, si dhe fazën përgatitore për turizmin e vitit 2026. Aha, dhe cilat ishin pikat, le të themi, për të rregulluar në 2026, nëse keni bërë edhe ndonjë lloj kështu autokritike? Patjetër që po, pikat kryesore kanë ngelur menaxhimi i stacioneve të plazhit, infrastruktura, menaxhimi i vend parkimeve, janë disa problematika që për fluksin e sezonit turistik, sidomos në qarkun e Vlorës, i cili ne po mundohemi shumë që të jetë një turizëm gjithvjetor, për vetë pozicionin gjeografik që ka edhe kushtet që ofron, por patjetër që edhe prefektja e Qarkut Vlorë ka vënë tekstin në këto problematika, ka kërkuar evidentimin edhe zgjidhjen e tyre në një afat të shkurtër kohor për të bërë gati për sezonin turistik 2026. Në fakt, prefektja ka ngritur dhe shqetësimin për problematika që nuk kanë marrë trajtimin e dur nga institucionet. Përse ka ndodhur kjo? Atëherë, ka një sër faktorësh në fakt që ndikojnë, por besoj tani me tekstin e prefektes dhe intensitetin e punës së saj, këto problematika në këtë harë kohor që jemi do të zgjidhen tërësisht edhe në periudhën e prill-majt neve do jemi gati për sezonin turistik 2026. Besoj me gatishmëri të plot për rend, siguri edhe për një turizëm të qëndrueshëm dhe të sigurt në qarkun e Vlorës. Ndërkohë, çfarë kanë kërkuar operatorët turistik, sepse sigurisht ata kanë edhe një panoramë të qartë asaj se çfarë ndodh në terren, le të themi. Çfarë kanë kërkuar, ndoshta për të patur një menaxhim më të mirë të sezonit turistik, nisur edhe nga eksperiencat që kanë lënë pas. Ne biznesin në fakt e kemi parë gjithkohë si partner, sepse ata janë kryesorët e asaj çfarë ne ofrojmë dhe çfarë bëjmë në qarkun e Vlorës për një turizëm më të mirë. Në mbledhje ka qenë kreu i tur operatorëve, zoti Vasil Bedina, i cili ka folur për shqetësimet dhe problematikat që ata hasin. Bashkarisht, bashkë me drejtuesit e institucioneve, ne i kemi evidentuar problematikat dhe kemi menduar dhe kemi gjetur një zgjidhje të përbashkët për zgjidhjen e tyre deri në fillim të sezonit të 2026. Problematikat që evidentohen janë infrastruktura rrugore, vend parkimet, menaxhimi urban, disa problematika që tashmë në qytetin e Vlorës kanë qenë pak të mbartura. Po që besoj për 2026 do i kemi okay. E qartë, megjithatë, nëse do ndaleshim pak edhe tek një pikë e cila u zbatua ndoshta për herë të parë në turizmin shqiptar, sa i përket hapësirave publike, pra për të pasur më shumë hapësira publike për të bërë plazh se sa ato private. Sa është arritur të realizohet kjo në qarkun e Vlorës? Dhe a ka pasur probleme të cilat ju i keni ngritur? Besoj se kjo në qarkun e Vlorës është realizuar më së miri, sepse kanë qenë hapësirat e përcaktuara në menaxhimin e stacioneve të plazhit, të cilat kanë qenë hapësirat publike, të menaxhuara nga bashkia dhe hapësirat private. E vetmi problematikë që ne kemi ngritur për hapësirat publike ka qenë vendosja e tabelave dhe sinjalistika e dur në stacionet e plazheve publike. Kjo ka qenë problematika që ne kemi ngritur dhe që kemi kërkuar dhe koordinimin e menjëhershëm të bashkisë për këto stacione plazhi dhe për infrastrukturën e tyre të rregullt. E qartë. Dhe nëse do ndaleshim tashmë tek vijshmëriat e vitit 2026, cilat do të jenë ato masa
që do të merrni, sepse në fakt duhen marrë në kohë dhe duhen marrë gjatë sezonit dimëror për që ngati në verë, sepse zakonisht jemi mësuar që ndërhyrjet bëhen ose përpara se të fillojë sezoni ose gjatë sezonit. Mirë do të ishte në fakt të realizoheshin kështu në avans. Është drejt në fakt, ndaj edhe prefektja e Qarkut organizoi mbledhjen e djeshme për të qenë gati për sezonin turistik 2026. Duke qenë se mbledhja përmbyse u realizua dje, neve në kërkesat e djeshme kemi lënë për detyrë disa target grupe të punës, kështu që në janar neve fillojmë direkt punën intensive për sezonin turistik 2026, gjithashtu edhe planin e masave të sezonit turistik 2026. E kemi filluar shumë herë më herët për të qenë gati në kohë për çdo problematikë edhe për të siguruar një sezon turistik të mirë edhe ashtu siç e duam neve për qarkun e Vlorës. Ne ju urojmë punë të mbarë, se besoj që disi kur diskutojnë problematikat janë edhe më të qarta, le të themi, edhe punët më pas, apo projektet që mund të keni për sezonin e ri. Po, patjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve dhe festat e duara. Faleminderit edhe për ju. Ne kemi ardhur kështu në fund të programit, ju falenderojmë edhe juve që shndruat me ne, ju mos u ndani nga ekrani i Vision Plus në orën 10:05, e dini që jeni në shoqërinë e Almës dhe Syriane, sigurisht edhe Florencës në emisionin Mes Dritë. Bashkë ritakohemi sërish nesër si gjithmonë në orën 6:45. Me të njëjtën energji dhe humor të mirë. Ditë sa më të bukur.